أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم ليوم الدين وبعد. الله نفعلندرojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë kon Allahu subhanahu wa taala udhëzon rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush e humb, ndërsa të cilën e të humbur nuk ka kush e udhëzon rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Më lënë radhë të parë, ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutë Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që ky kthimi ligjëratave të tona javore që i kem tjetë këthim i mbar, i bereqetshëm, i begatshëm, tjetë këthim më i mirë se që ka qenë, dhe lusë Allahun që Allah subhanahu wa ta'ala të na i pranon gjitha ato që ka i bojmë për Allahun subhanahu wa ta'ala dhe të na i falë mangësit. Të ndëruar vëllezër, ne inshallah do të vazhdojmë me adetin ton që e kem në ligjëratat e ditës diel, që është shpjegimi prej që kem nisë atë rrugtimin ton të përbashkët, shpjegimin e jetës së Khulafaur Rashidin. Kemi filluar mas sporti me jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e kem përfunduar, pastaj jetën e Abu Bekrit, tash jem ardhur tek jeta e Omerit radhiyallahu anhu. Dhe inshallah taala javën tjetër do të vazhdojmë me jetën e Omerit radhiyallahu anhu, pastaj pas asaj jave vjen libri Smundja dhe Ilaçi, që është libri Ibn Qayyimit. Por sonte kom pat arsyeshëm mos me vazhdu me jetën e Omerit, po m'ia bon një lloj, nëse kushtimisht guxoj me thonë, një farë lloj analize m'ia bo Ramazanit. Dhe kem emru që ashtu edhe kena lajmëru nëse Ramazani ka përfundu, e drejta Allahut nuk përfundon. Apo me i thonë ma ndryshe çka pas Ramazanit. Po dyshim se para se me hinë në temë, e shot arsyeshme me i thonë këto fjalë që ka i kom shkru, se unë që to që ka tash kom me i thonë i besoj me plot zemër, besoj që edhe ju më bashkangjiteni në këtë çështje. Ramazani që e lam pas në ka jep këtë kënaqësi, që tash unë kom me e thonë, unë e mundu me e përmbledh me disa reshta, edhe me nxit veten edhe juve. Ramazani, dashurit e mi, na ka tregu çka është jeta e lumtur. Besoj që secili prej juve në Ramazan e kanë ndjen një lumturi të papërshkrueshme. Tash kjo varet këtë pej zellit ti, shfrytëzimit të Ramazanit, ama në tërësi gjithna me plot gojë mundem me thonë se mbrenda aty në 29 ditëve agjerim, e 29 natë taravi, kena pas kënaqësi, momente që na ka bo me shiju ëmbëlsinë e imanit, me kuptu jetën e mirë. Çka është jeta e mirë? Dashurit e mi, kush dëshiron me jetu një jetë të mirë, të lumtur, e ka shumë lehtë. Ajo realizohet. Qysh realizohet? Me jetu me Allahun subhanahu wa taala. Ai që jeton me Allahun e lartë madhërum, betonon Allahun subhanahu wa taala, se jeta me Allahun nuk ka gjë më të bukur se jetën me Allahun subhanahu wa taala. Edhe pet për rikthej, po them, Ramazanin që e lam para 8 ditëve, 9 ditëve, sa do zota non nëse zgaboj Shawal, ose 10, jam sakt nuk e di. Që thëmë sinqerisht, auton, se cili pej neve ka përjetuar kënaqësi. E ato mundesh me e vazhdu. Sa e Allahu subhanahu wa taala është Zot i Ramazanit, i Shawalit, i Dhul-Qa'des, i Dhul-Hijjes, është Zot i gjitha muajve. Nëse Ramazani ka mbaru, dashurit e mi, haku i Zotit s'mbaron. Nuk mbaron haku Allahu subhanahu wa taala asnjëherë. Unë e thëmë këto me plot përgjithësi, edhe në takimet tona, disa herë kom përmend, edhe ku të mbjen
Mu bo bashkë me vllazën musliman, e përmendi këta dhe thonë me plot përgjithësi, prej bindjes, nga fellësia e zemrës se nuk ka jetë më të mirë se me Allah subhanahu wa taala. Ndoshta në dukjen e jashtme detyrimet doken ato që Zoti ka kërkuar prej teje. Ngjashmen duken detyrime dhe duken të rënda, po ato nuk janë ashtu. Çdo detyrime, çdo farze që na i krym, e që unë po kam qef me i thonë jeta me Allahun subhanahu wa ta'ala, këtë qënë të një rezultat, një realitet, që është në lumëturia reale me Allahun subhanahu wa ta'ala. Apet po thonë, në të jashtëmen, ndo njëherë këto duken si detyrime, duken të rënda, por këto detyrime jonë për me arrit të kush, me arrit të lumëturia. Pe i marrë disa shembuj. Nuk është e lehtë pasha Zotën kur ti je në atë gjumin më të thellë, edhe të bën alarmi, më uqu me e falë sabahin, me marrë avdes, me hyp kerit, kush ka kerë, me hyp komve, kom kem krejt, edhe me do në xhami. Nuk është e lehtë. Shtoja kësaj me bo më kondimer kur oftoft, kur mbrenda e ki ndoshta një 30, në 10, e jashtë e ki minus. Nuk e lehtë. Ama rrugtimi jot, ngritja jote prej shtratit, marrja e avdesit, veshja e teshave, nisja drejt xhamis, është një jashtëmen, është një ngarkesë, apo? Ama jo mbrenda e ka kënaqësinë, veç kur i thush Allahu Akbar në 2 rekatet e sunetit, po flas për farzin, wallahi ka kënaqësinë që pasha Zotën, kush e ka përjetuar dhe e ruan këtë kënaqësi e di për çka po flas. Ata që se ruajnë këta dhe nuk dinë aty, ndoshta i doken veç fjalë, thotë hajt se i ka rëndit që ky pas ka zbukuru pak fjalë të po fol. Wallahi billahi, vetën e ata që janë të kujdesshëm namazin e sabahit thuj. Në këtë namazit, inshallah ta'ala, ndim kënaqësia, ma kënaqësia namaz sabahit e ka një kënaqësi të veçantë. Edhe për çata nuk mundet gjithkush me bo ato non stop. Mundet me bo dikush një herë, një munje, 2, 3, 4, ama me zgat në stazat gjata, 10 vjet, 15, 20, 30, sikur se Said ibn Musayyib, thot 50 vjet se më ka ik tekbiri i ihramit. Tekbiri i ihramit, ihram që ti i thojnë, ku del imam. 50 vjet tot nuk më ka ik tekbiri fillestar. Me imamin gjatë kom thonë Allahu Akbar. Kur? A di çka është tekbiri fillestar? Tekbiri fillestar e ka një kohë. Prej momenti kur thot imami Allahu Akbar, derisa nuk ja nis me lexu Fatihan, që kjo koha e tekbirit fillestar. Që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë kush i nxen tekbiret fillestare me imamin 40 ditë, i shkruhen atij diçka, lirohet për 2 gjëra, diçka për hipokrizisë edhe për zjarmin e xhenemit. Ka një hadith tjetër, ai që 40 ditë e fal namazin e nxet tekbirin fillestar me imamin, i shkruhet që kjo, që e përmenda. Apo që vlera e sabahut. Aeron doket, apo? Ama ajo për me arrit një lumturi. Edhe një shembull tjetër. Merë surën Muzammil, edhe shqiqa, qka i ka kërku Allah subhanahu wa ta'ala pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Qka i ka thonë? Ja ejuhel Muzammil, qumil lejle illa qalila, nisfau au inqus minhu qalila. E ka urdhru për namaz natës. O ti i pështjelur, o një pështjelur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeri që është pështjelur në shtatin e vetë me një batanije, me një plaf. O ti i pështjelur ka thonë, Kom il lejle illa qalila, ngritu natën, qoftë edhe pak për i natës. Tani, kjo njerë, urdi parë, urdi dytë. Nisfuhu au inqus minhu qalila, gjysën e natës, apo pak më ngësoj api gjysës natës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vajib e ka pas namazën e natës. Pse? Ndëgjë. Au zid alejhi warattilil Kur'ana tartila, apo shtoj edhe ma shumë se gjysën, edhe lexoj Kur'anin të, me tërtil, me regulla mirë, duke meditu, duke kuptu. Inna se nulqi alejke kaulen thaqila, se ne këna me ta
kena me ta zbrit ty një fjalë të rondë. Kurani është i rondë, dashurit e mi. Kurani nuk o Kurani për të shtatat, 52, 82. Jo, këto jo në prallat prallagjive. Jo, Kurani o me jetu me to. Me jetësu njetë Kuranin. Për atë Allah subhanahu wa ta'ala, dashurit e mi, nëse na kanë ngarku me obligime që ty të doken, njashtmen e sajt të randa, ato jonë për mi kalu sprovat e dynjas. Sa sprovu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Sa fëmijë ka pas pejgamberi sa, kush e din? 7. 3 djemë dhe 4 qika. A mund është tash me paramendu, ndalo? Unë s'po du mi paramendu, sa me bo mi anis mi parmend sprovat e pejgamberi sa sen ligjerata ka me në marë. Unë e veç një sprov të madhe vë du me parmend. A mund është me paramendu që tash ti që ki e vlad, ti që i martum po të drejtonë. Këta se si janë të martum, Allah i martoft, ja Rabbi. Ose ata që janë të martum me s'kan e vlad, Allah i jep e vlad. Se ka ata se që janë të martum, po halo Allah i ka priu, nuk kanë e vlad. Allah i jep e vlad, ja Rabbi. Ti që ki e vlad, për Allah po të pestash, ndalë është tash, që të stop. Kthej me njerë tak, të ndodhi ty qatë djalin tënë që e ki, qatë qikën tonë dhe që sa që e dënë ti, me durtuja me lëshun varë. Ato kështë do kranda jo? A i nuk e ka lëshu një, po i ka lëshu 6.000 të vetë me durtina. Veç Fatimja 6 muaj mbas pejgamberi sa selim ka vdek. Kur i ka vdek djali i fundit, e ka marrë edhe të lëshu me durët e ti sallallahu alaihi wasallam në varë, ja ka nisë me i lutu sytë. Ja ka nisë me kajtë sallallahu alaihi wasallam. Pse? O mërzit shumë. O mërzit atë shumë, se o gëzu fort kër i kalin djali i ti, ka dalë derë për dere në Medinë, dhe i ka thonë që për kalin djali. O gëzu sallallahu alaihi wasallam, ama si karnu ma shumë se 19 muaj. Nuk i karnu ma shumë se 19 muaj djali ti. Ama së ndalë Rasulullahi s.a.s. Më sa ta shërone me anisë më kajte, si kurse ja, e vazhdoj rukëtimin e ti, se e kuptoj se kjo është sprova. Ama sprova dashurit e mi nuk kalohen pa e pas një bagazh të adhurimit mbas, një bindje të madhe në Zotin, që ata shumë prej neve kur vinë sprovat bind, tëk! Një sprove vogël me nere qëtë pisafit. Një sprove vogël me nere largon prej safit, vend që aj mu konë saf. Kër i kanë ardhë Alisa radiallahu anhu. I kanë thonë, të ka dek djali, të ka dek. La ilaha illallah. Ose Ibn Abbasit, kër i ka dek vëllau, Akili. Me nëherë, këthy ka kibla ka marrë të këbirë. So dalë pisafit, a përshë? Nuk bën sprova me të zirë pisafit. Jo, sprova du të me të këthy në safa dhe me të këthy dhe ma fuqishët. Para dashurit e mi, pse e bona që tyri, e të kërë thotë qka? Që kjo se gjendja qka është me musliman pas Ramazanit, tash në degja një disa analizat vogla për ishti miskinit, që vet i parihin këto, fjallë që akon me i thonë. Edhe po thonë me plët zemër për vetën edhe për krejt, ata që na dojme i dojme, që na ndëgjojnë, o Zot na përmisa ja Rabbi, na kthen në udhë drejt, na po pejtë mirëve. Dashurit e mi, dje ishim nata që e përgëzëshim edhe i jepshim myshden në një tjetit se po na vja Ramazani. Ja që sot na po të njëjtit jena po Ramazani shkoj, Ramazani iki, kaloj, na ka shku atë shpejt, ka fitu kush ka fitu, ka hup kush ka hup, të ata që i kanë fitu, e ju lumt për fitoren e tëne, e me ditë që ata që kush jonë që Zoti ja u ka refuzu Ramazanin, me shku me ngushtu, me i thonë Zoti ju lash nash, bëni sabër, e lutën e Zotin, Allah më ju që ymër me mbri Ramazanin tjetër e me mbri ajo që ju ka. Du më ndalë në disa pika me analizu, do të thotë qka pas Ramazanit, apo nëse Ramazani ka përfundu e drejtë Allahut nuk përfundan. E para, qka duhet me na mundu neve pas Ramazanit, do dush me pyet veten, a tu të mundu që ke qështje? Qështja e parë
bazamente pas Ramazanit është ai tu i pa në vete alametet, shenjat që Ramazani tu ka pranu. Se Ramazani ka shenja, ka alame, ka alamete, ka shenja, ka sinjale që të rëgën se ty tu ka pranu Ramazani. Agjerimi, Kurani, taravija, sadakaja, këtë veprat e mira, inshallah ta'ala tu kam pranu. Pa dyshim dashurit e mi se çdo gjë në këtë dynja e ka një sinjal, si pozitiviteti, si negativiteti e ka sinjalin e vetë që ta jep. Edhe adhurimet ndaj Allah subhanahu wa ta'ala kanë sinjale. Kanë sinjale dhe të regojnë se a jem prej atyre që veprat tona na u kanë pranu apo jo. Qura Alia radiallahu anhu, çka ka thonë? Kësha pas qef që të fjallën e Alis radiallahu anhu me marë mirë me kap edhe me zbërthyn vete, se të dhe pejneve. Thot Alia radiallahu anhu, kunu lil qabuli l'ameli e sheddu, hemmen minkum bil amel, alam tesma Allah, azza wa jalla yakul, innama yataqabbal Allahu min al-muttaqin. Thot Alia radiallahu anhu, jeni ma të shqetësuar për pranimin e veprës, sepse do të thot asesa për veprën. Jeni më të shqetësuar për pranimin e veprës se sa për vetë veprën. Thot, ase keni ndëgju Allahun që thot Allahu nuk i pranon veprat vetëm se prej devotshmive? Çtu ka qenë gjendja e selefit dashurit e mi. Abdulaziz ibn Rawad, aty në murit televiziorit, që aty poshtë është një farë titrimi, këtu për ta në xhami, jo këta në kambire, së s'kanë qysh me po ju që vini xhamatlit kur shumë liz, çdo ditë zotit, që aty mundën e me ndal, edhe në me kaste kom qitë natën e Bajramit, me titrim që të e keni qëtë fjallën e Abdulaziz ibn Abi Rawad, që shka ka thonë, edrektum, yajtahiduna fil amali salih, fa idha fa'aluhu waqa alejhimul hem, a yuqbal minhum am la. Allah Allah. Thot Abdulaziz ibn Rawad, i kom arritur të parët selefus salih, musliman të partë hershëm, po fol për sahabet, tabin të atba'u tabin, qëta jon gjenerata e artë, qëta jon ata yrneki jon. Thot i kom arrit disa prej tëre, thot, duke u përpjekur shumë në vepra të mira. E kur i krynin, thot, ato vepra të mira, i ka plën të ata, thot, brenga, a ju është pranu vepra apo jo? Për e pës vetën edhe për Allahun, sa herë, i sa t'jo sakqyrë, t'i përshë aty, i sa për shru që aty në Shawwal? Ha? 9 dit kanë kalu, për Allahun për të pës, për qëto 9 dit, atë ka shku në doj herën men me dhunë, ja Rabbi, hel kabil të sijami, o Zot, ama ki prenu agjerimin, o Zot, ama ki pranu leximin e Kur'anit, o Zot, ama ki pranu duat që i këmbo para iftarit. Nëse që kësë të ka ndodhë, përsha Zotën, nuk jetu e ndjekë rrugën e duhur. Ndra rrugë, se rrugën e ke gabu. Kjo këtë dashurit e mi, analiza e parë, apo ndalja e parë me i thonë. E dyta, për e pës vetën edhe ty, qësh është gjendja jote pas Ramazanit? Qësh është gjendja jote pas Ramazanit? Qësh është gjendja jote pas Ramazanit? A mu me bo me vetë mu si imam i gjamisa u tanë, i qësaj gjamije që nuk pe thonë për, nuk jom të e thonë për krenim, sa jo dihet, si unë s'mej as me shtu, as me paksu. Po besoj që jo konë gjamia ma e stërmbushur gjatë Ramazanit në peja, a besoj që është edhe me bua jo? Apo më thëmë për ndër gjamia ma stërmbushura, më konë ma modest. Më bo modest, se mos më bo modest, ja dëshmoj me vepër. A me vetë me thunë, qësh është gjendja, ku jonë që ata, ku. A ti që sot, pasha Allah, në namaz sabajt, më ka arë shumë me kajtë.
Zdi që mbledha, mbaj thash, alhamdulillah, ndala unë. Thash ku jonë, mërë është ta habibat e mi. E kem nis namazin me 6 veta, nëse s'gaboj se 7. La ilaha illallah. Ramazan 3-400. E mbas Ramazanit në sabah 7 veta, arondosht. Arondosht. Me bo me shkute një doktor që i ki smundje të rond, edhe ai ta bën rafsh, i ki dit e ngjeme, du shpejt mi u kap diagnozës, mi t'u kap hapave, e mbështjetën në Allah, me thonë inshallah Zoti mëshiron. Smundje kur është me thonë smundje. Nëse dënë me marrë vesh realitetin e muslimanëve të sinqert, kush jonë ata, hajden namaz sabat dhe kemi pa kush jonë ata. Ola e rund, pasha zonin kujt i vjen rënd, Bensedin, Nova Getol, krejtë sot pëjti mos bëjt lapsuze. Krejtë rëndet i pin. Aj e ka marrë vesh, aj i pari i jahudive, komandanti i ushtrisë jahudive ka thonë, musliman kanë me në mposh neve, kur kanë mu bo plot namaz sabahit, si kur që gjibohen namazin e bajramit. E kom qitë fjallën e Ibnul Qayyimit para disa ditve, para 2 ditve a 3 nëse s'gaboj, që ka thonë të njëjtën fjallë dhe një qafir, një farë Ernest Arnold, e kështë thonë të njëjtën fjallë si Ibnul Qayyimi parafërsisht. Tha el islamu din, islami është fej e madhe si kurse të kish me pas bura. Për atë arsye dashurit e mi, qësh është gjendja jote dhe gjendja jeme pas Ramazanit. Me qenë se unë e kuptoj tabiatin e nefsit tem edhe tondit. Nefsi ka qka? Ramje dhe ngritje. Ama na duhet me konë shumë të kujdesshëm dashurit e mi, që në momentet kur nefsi jonë, kur na jena në kulminacion të adhurimit, me mbajt ato në kontrol, mos me lon me ra. E Ramazani që të mundësi të jep. Ramazani që të mundësi të jep. Në Ramazan dhe e kipo, je që me falë sabajnë pa pik problemit, apo? Që tash, dikush e ka sabajnë, e ka si me ja qitë kodrën majnë e Hasanit me ja qitë mbi. Si me ja qitë i kodrën me trupin e ti. Ramazani është shkollë, Ramazani është vetëm se me të kallëzu se ti mundësh, ti shë qaj që në Ramazan s'ka ik asni namaz me xhamat, nuk ka ik sunetet, nuk ka ik leximi Kur'anit, nuk ka ik duaja, nuk ka ik dhikri, nuk ka ik ti, nuk ka kondi dikush tjetër. Po pse tash mbas Ramazanit ti nuk veçaj? Unë e kuptoj që rrethanat ndryshojnë, situata e kret, unë nuk jam të lyp prej te dhe prej mesës, mundem na me arrit edhe pse. Kjo gabim me dhonë kështu. Se tash keme kuptu në fund ligjeratës, atje keme përmend, thot kom arrit prej selefit, për muslimanve të partë hershëm, nuk ka dalu Ramazani i tyre pe jashtë Ramazanit. Gjejt ju ngonë. Me Kur'an në Ramazan, me Kur'an jashtë Ramazanit. Namaz natë Ramazan, namaz natë jashtë Ramazanit. Na, neve, tash pune, ka me tinglun, do shta pak si thumbus. Po së qëllimi, se koftë qëllimi me dojtë të mi thumbu njerëz, Allah mos në bofë nasip kur mullë këto. Po kojon që ata si në pëjshin zhurë neve, a mi falë hoqë 8, a mi falë 20. Ku mbetë syneti? Ku të mbetë syneti i na fileve ty tash? Po ti farzët se të i kry që shduhet. Me bo muhabetën me ty, a 8, a 20, edhe u kam bushët mendja, edhe ndështë e kini vrejt. Vesh njëherë kom folë për punën e me falë 8 reshate, 20 reshate. A i kom ngutë si kurse Ramazan e kom. Jo, a ti pse? Jo, mërë së s'du me zbritu në nivelin e tyne. Njerës që halo ka probleme me farzë, me diskutune për synete me ta. Jo, mërë kry farzët, hajde ta një bojë muhabet na. Kur ti kryin farzët që shduhet, tani e kena luksin në ti me bojë muhabet, a du të mi falë 8 reshate, a du të mi falë 20. Një njeri që se falë namaz në sabahit me xhamat, pasha Allah në e ka të lashe me imun. Një njeri që nuk e falë namazin e sabahit në xhami se falë, nuk ka arsye shariatike mos me falë në xhami. Pasha Allah në ka të lashe me imunin e ti.
Unë e di që tash të tinglu shumë ronda, vëtan. Kujt ti hin mendja, me mbin që e kom dallash, tala, vëtan. Hajde të kallzoj unë tani ti lexoj ajetet e hadithet, të kallzoj fjalët e selefit, të killadhi krejta, vëtan. E kuptoj kanë herë dikush që në më të vërtet ka djem që në më punojnë shumë. Lodhën shumë. Asa ta s'kanë arsye, po mundona një të mjazin arsye. Po s'paj me gjetë një djallë të ribre, ka sabër me ndajt derin 3 me lujt, CSGO me lujt. Kër vjen goja sa bajt flena, otan, TikTok rena, otan, të natën e gatër në TikTok. Po kër vjen vakti sa bajt, s'del me falë namazin e gjama. Kër farë obligimi, magarin e ka gjallë, pe tha po në pozitivitet. Ka babën gjallë dhe ka, që dhe gaj tha, sa e ki magarin gjallë, e ki punë të mira. Të shë gjurë, po i thot babës magar, në me baba ishtë magari shpisë. Po, babën po, nanën po, këtë kërgjës një mungan, qëka i mungan një djalli të rija, vëllë mësë me do në gjemi, qëka? Hajtë ka zonë, po, i mungan serioziteti i ti. Se po tu ta me i thoni mungan i moni ti. Serioziteti i ti i mungan. Parat dashurit e mi, me qënë se shpirti nefsi ka her afrim të Zoti, e her largim, po vendin, si pas vendit edhe kohës kjo ndodhë, por kur jemi në kulminacionin e adhurimeve, kur shpirti ka gjallëri, që atërë du të me e mbajt, e ajo mbahet, qysh mbahet me punë të mira. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Idha arada Allahu bi 'abdin khayran ista'malahu qila wa ma yasta'miluhu qala yaftah lahu 'amalan salihan bayna yaday mautihi hatta yarda 'alayhi man hawlahu." La ilaha illa Allah. Wallahi hadithi rrezikshëm. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur Allahu ja don khairin robit, e përdor ato. I thanë sahabët, e qysh e përdor Allahu robin e ti? Tha ja hap dyrt e veprave të mira, deri sa e nxen vdekja me punë të mira, edhe pak para se me dek leqe e bën mu knaq Zoti me to, pa e bën edhe njerëz që kanë për rreth më kon të knaqur me to. Pasha Allah ndashun në veç për sene në ndoj po bëjmë një analizë, a thu vallë, qëta që s'po mundën me i bo punë të mira, wallahi me une qa gjdi, së më të shqit mend, qa gjdi me spjegu që ta, po tut nga që to fjallë nëse i tham, shumë kanë kome qitë në kaot kome qitë. E tani a kom buqu zdi. Po e jep veç që shtojnë Arabt e kanë një fjallë, njeriu i men qërë men rresh me isharete. Nasi ehlu sunne wal jamaa, merë një vesh kjo mesela akides, e besimit, e kredos islame. Merë vesh mirë. Nasi ehlu sunne wal jamaa, besojmë se Allahu posëdon irade, dëshirë. Allahu don. Çka don Allahu për neve? Allahu don që na me konë punë që ajo është i kënaqur. E na kursjena në të punë që Allahu nuk i don. Që kjo shumë është e madhe, kush më rresh. Kush s'më rresh, Allahu ja bof nasib me më rresh. Para dashurit e mi tash kom i përmend shpejt shkaqet që na bojnë neve me vazhdun vepra të mira. Se kjo është thelbi i temës. Ajo ajka e temës është që kjo. Qysh në pas Ramazanit me kuptu se nëse Ramazani i dashur jam, apo Ramazani kam baru, haki Allahut s'kam baru. E qysh me qu që të hakt Allahut në vend, qysh me vazhduna. E para, i këtharu min mujalesit il akhjar, wa suhbetahum. Edhe kjo është, që kjo shkoku i parë, që na bën neve me vazhdu në veprat mira, shka? Me ndajt, mo shoqëru me njerëz të përzgjedhur të shoqërisë. Kur thonë na kena nevojë edhe për to sqarime. Na të përzgjedhur dizha kujto që ka pare, e që kanë autoritete, që ka jo,
Këtu e kom për qëllim të përzgjedhur shoqërisë që janë të përzgjedhur që e çojnë urdhnin e Zotit në vend që duhet. Edhe din me ta kallëzu rrugën për me arritë Allahu subhanahu wa taala, me çta duhet me ndajt. Me ndajt me çeta, i kthar. I kthar me shtu nden me ta jo, ganjare, do jo një bjen mend për hoxhën, po vlas kushtimisht, se jo që po du me qunë që thëtaj populli me qunë ujnë mullinin e hoxhës, jo. Parimisht po vlas. Parimisht të gjallorët jo njerëz ma ditur rreth Allahu subhanahu wa taala. Këto vesh një budallë mundon ndryshe tjera këto. Parimisht për fenë Allahut po flas. E njohin fenë Allahut pas mirti ata që e njohin e kanë mësu fenë e Zotit. Tash, a ka dallime? Ka dallime. Ama çta janë mas mirti që din me të kallzu ku me shkuta Allahu. Te thonë ma ndryshe. Për shembull, i kim pej 20 hoxhallar i ki. Pezojmë. Nëse asnjëri bishën 20 ve, sta mbush synin ti, hoxha pisetosh po thon, bol hijret ik pi pej sa ba shpejt. Sa hara me kimë ndaj pej. Shkon Mitrovica, Prezaren, në Gjakova, dika gjeni hoq ku ta mbush fen tonë, dhe din me ta kallëzu rrugën drejt Allahut, do të me shku të qaj. A disoj vjen men për hoxhën, kur vjen men për hoxhën? Hajde hoxha pi një kafe, auto. O kafe, nuk po me hoxhën, duhet me pi pin kafe, bura, pin një kafe, dys. Edhe në këtu bitë sa ma shumë pin kafe, me dikona e kafe për ja, vend që me ja ushtu e debin, për ja u hup edhe autoritetin hoxhës, që për ta përmendin një rast. Ibn Abbasi radiallahu anhu, ndëgjaj qëto. Abdullah ibn Abbasi thot, kom dosh me vetë për një ajet Omerin radiallahu anhu. Një vjetë thot, një vjetë s'kom mujt me vetë Omerin për një ajet, prej autoritetit madh që e ka pasur, mbarja që më ka orë piti. La. Një vjetë. Deri sa do të ardhë haxhi, jo më shku në haxh, kom bo hizmet në haxh, deri sa kish moment më indimu diçka Omerit, ju kom afru, tha që te ko shudhur rastën e kom vetë. Na hoxha do me të regu modesti, do me të regu se unë nuk jam mende madh, edhe që shtu të më konë hoxha, ulet në tavolinë me ta, janë i zaj. Dam, bim, bam, me të fej ka zonë hoxhës, avton. Ka i herë veç vjen mbara, avton, se pasha Zotin, më konë pej moralit, që s'është pej moralit, shuplak, tak shuplak, shuj. Tak shuplak, avton. S'pano i dashur jem. Kur të rinë me një nëzans dijes ti dush me marë pi dijes ti, me pyt, me shtryll bre. Se kur zaki pa, kur dikush rinë me ndoj pasanik, me ndoj biznismen, veç këshur mi u kap një ka mu linë biznis me të pse, për mi kap lejlat. Edhe të nëzans i dijes, që shtu të më konë. Me konë me e shfrytzu, me ndajt me ata që e njojnë fejnë Allah subhanahu wa ta'ala, me ndajt edhe me ledzu për jetën e njerëzve të mirë, me ledzu për jetën e njerëzve të mirë. Që na, ta shëllëtu me bo mjanisht me fol, hadith wala haraj. Cëdë është libri i fundi që e ki ledzu, mos pëtuj Kurani, se ti që ki ledzu Kur'an Ramazan. Cëdë është libri i fundit në jetën tonë që e ki ledzu. Cëdhe, gu, pici-gu. Cëdhe në ki ledzu, Allah i doshëm, apëton. Një liber në fund që e ki marrë me dhonë, qëtë liber e ku marrë, ku më ledzu. E si do mas kër ledzëm për këta pura, a nuk po jo jep për Allah, për ju thëmë, a nuk po jo jep juve që të ndjesit i zetit krenaris kër e ndëgjën këtë fjallën e Abdullah ibn Abbasit për Omerit? Pasha Allah, që ta së shtema, se kemë me folë në për Omerin, kemë me folë, me ka zu qëfar buri i madhë o konë kjo Omeri i madhë. Na du të me lezu për Omerat, për me njësu Omerave. Ama kër ledzën gu, pici-gu del. E pasan Omerin, njësën Omerit, bidhni Allahi ta'ala. E pasan Dostojevski del avodan. E ledzën idiotin e ti, del idiot. Idiot del. Ama Omeri radiallahu anhu, a di ku shakon Omeri i dashërëm? A din ku shakon Omeri? Kur ardha i pari romakve me lyp, e ka lyp, ka kujtu që e një farë rezidencet madhe, me ndo një palat madhe, se ashtu e në kuna ta të partë të tjene, kur ardha lyp, ka thonë ku me gjithë Omerin, ka thonë që shatë janë nërhirë në qasaj pelme. është të flejt, o afruki, ka thonë, ja Omer, adilte o nimt. Je ko një drejt, ka thonë, dhe tash po flejt, që është të shlirë po flejt. A po televiz dhe, në që ka jo. Po televiz, kur ledzon për këta, o ledzoni, o dashë këtë mi.
Zoti na falt, e hoxhen edhe juve bashkë. O të lexoj për tabura, të lexoj fëmijëve tonë për tabura, se ku mos të hika fëmijët se pusi o të na morë. Për atë, pe gjërave që na bën me vazhdu në punë të mira, është shoqëria të mirëve, njohja e jetëshkrimit burrave të mirë, pastaj edhe kjo është wal hirsu ala majalisul dhikr, kujdesi i madh për me ndjek me gjliset të bimet e dhikrit, derset, vlasni. Na kena dajon këtu, po thëmë, zdi që së vjen bare, mund kësh arë në bare, me arë në gjami, me pa që i hoxha ka ligjerat, edhe me dalë për gjamis, me shku kafe, me bi kafe, kësh arë në bare për zotit, jo për hoxha, se hoxha le, për zotit kësh arë në bare. Së po thëmë ata që kanë punë, po me shku në kafe, në punë të kota, mos me bu sabër 45 minuta me tani Allahumma ansur l-islam wal muslimin, o zot ndihmoj islamin dhe musliman. Me dyja kanalizimin na bëon na unzon që ky i veces në xhami, wallahi me ty nuk shlirohet. Atë sajlën me shti aty me shlirusën e shliran auton. E lëmë me bo me lyp me shliru Kutsin. Kena me marrë vesh të Omeri radiallahu anhu. Kutsin e kena dersin e arshëm, që shë shliru Kutsi. Omeri dozhurit e mi nuk ka pas debabates, ka pas raketa balsamika, që shpidhojnë, tash me këto rambëtë me këto raketa. Si ka pas si raketa balsamike, talsamike, malsamike. Ja, ai ka pas yakin, ja akhi. Ai ka pas imon. Me imonin e ti, ju ka dridh këtë dynjaja, ju ka dridh. Kërë përmend Omeri në kohën e ti, Omeri jonë tut, edhe për parandori përsis, edhe i romakve edhe këtë jonë tut për ti. Ama që kanë tut që ka pas anë bërthamore. Jo kanë tut sa jo kun qka? Ka qenë Abdullah. Sa ma shumë je Abdullah, je robi Allahut, pasha Allahun, Allah ka me shti frig në zemrat e armiqve tu për balteje. Neve tut në që asë macat e me halës në tutën. Macat e me halës nuk në tutën. E lo me thonë dishka ma shumë zotin a përmisofte në falt. E dyta, muadhabetu ala ada il faraid al khams bi awqatiha fil masjid. Pe gjërave që i në ndimon me vazhdu në punë të mira është kryrja e farzeve, 5 namazeve farz në xhami. Mu mundu. Wallahu s'po me 5. A mundesh për Allahun? Krejt po ti, unë s'jam dalë më arsitu se kom as ato ndorë, po qep, po e që të thotë. O, krejt po ti arsitoj. Sa boj s'ta arsitoj. Po, veç ka shoroje diku të punu të natën, që aty s'ky, që aty po thojmë zotit alet soft. Kusht pengon ty me dojnë sa përmë. Ballojmë, më ka ardhi nati, po më kalzon një vllaj dashur, musliman një gjematli jani këtu, për një bob, gjahil, por aj out, krejt out. Gjahil, bash gjahil, be këtë kuptimin e fjallës. Djali vetë po thot, po du me shku me falë, akshomi, na jacin, një vakë diçka që shtu i kizon, ti më koni si gjatë i shëtë sa bajnë me falë. Aj gjahil e ka marrë vesh o burë, e ka marrë vesh si djali vetë o leam. To njerës nuk hajnë makarona, vesh thot, i qesi kesha pëjnë e makarona dhe ka pak. O, sabahi, a ka marë ma të merë, wallahi, e kom dëgju një rast, s'po të më përmend me emën, më kanë kallëzu për një lagje për lagjeve në qytetin e Pes. Që ndoshta në të lagje, mos të thomë ndoshta mas pakti, jonë një 4.000-5.000 shpi. Po më të regon, që i kishtë thonë ati vlaut gruja vetë. Unë që abona shumë të madha ati vlaut, po në vete më ndesh atër, subhanallah, i ladin, që kuna ka orgjenja. Kishtë thonë gruja vetë dola në balkon me të këshyrë, aqë ftafti madhë, asë një njeri s'dëllë më rahohet që në qatë kotë, asaj nuk dëllë në sabah. Se të e njohë me halali, kushtimesh pa thama, jeton Bilal, në kom këshi pëzojmë autan. Unë e di tash, dihen musliman, na ja dim shpjatën e tjetërit. Gjatë me halë, kur gjo, një 50 musliman jonë autan. Ku jonë ata? Vajnë ju sallun, ku falen ata?
Inshallah kom keq. Friga jeme me e madhe është ish ata që nuk dalin me fal namazin sabahit me kohën xhami, një pjesë e madhe e tyre e falin me syza. Kur lindilli. Inshallah jo. Inshallah ne kom keq. Zoti na përmirësoft ja Rab. Vazhdimësia në punë të mira. Mas forti në ndihmon të i kry farzet, të e lexu Kur'anin. Afet po thon, 9 ditë kanë kalu, a ke lexu 9 faqe, e ke lexu? E ke lexu 9 faqe? Ndoshta dikush për çdo 9 ditë i ka bolë 2-3 hapë. Edhe më besoj që ka kësi njerëz. Po ka, pasha Zotin ka. Se s'len Allahu subhanahu wa ta'ala në emetin e Muhammed Mustafa s.a.s. njerëz që se lexojnë Kur'anin. E që s'bëjnë namaz natë, e që s'agjerojnë, e që s'bëjnë punë. Ja, ka. Veç Zoti na i shtoft. Allahu na i shtoft, tha. Çaj ki punë me Kur'anin. Nisja pe, o i dashur jam, o bënja vetit, nisja, po thot kushtimisht. Imam Ahmedi rahmetullah alejhi thot, ai njeri që në brenda 40 ditëve se bën një hatë, ma jo njeri keq. Qështu thot Imam Ahmedi, jo arnisi, Imam Ahmedi. Ti merë Kur'anin, bre, merë me Kur'anin. Gjdo ditë, a mundesh ka 2 fleta, po, bilim 2 fleta lexoj. Bilim që mos me kalu dita po e qelë Kur'anin. E treta, kërkimi i ndihmës prej Allahut. Allahu na ka zbrit një sure, që opi sureve të mëdha në Kur'an, surën Fatiha. Qa lexojmë në Fatiha? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ty o Zot adhurojmë, edhe prej teje ndihmë kërkojmë. Lyp më rëndim pej Zotit, o Zot më reshma këtë zemër, ja Allah. Ja khaliku hadha al-qalb, o ti kriju si kësaj zemre. O ti që më ke kriju, e që e din çdo lëvizje temen, e çdo lëvizja jeme është në dorën tënde. Pash mandin tënde, ja Allah. Drejto më për këtë zemër. Përmison, ja Allah, ndihmam. Pasha Allahun e kom dëgju prom një hoxh, një ligjerat në botën arabe, i kish kallëzu një xhamatli, kish thonë, mu çdo 24 orë Allah më pranon lutjen. Tha, kur më tha kështu, mu dok si me më qitë në kaoti, po, çka e të thonë? Hoxh ka thonë, unë kur të bëj dua, nuk shkon pej momenti që i bëj dua, nuk e kalon 24 orëshin, Allah më pranon lutjen. A, tash ka dalë, se tash ka puna, tha e mora, e qova në zyre. Ullu, ja qita tha kafel, hurmen, kejt, faltash. Qysh? Së ta kena nevoj? Qëtar nevoj me na hije tonë, dikush ndena me thonë, a do një milionera, që ta përmendja, kish ndajt hoqë ashtu. Me në rëgjakri, këtë që po milionera, po. Edhe krejt pak me me thonë, si të të bëhesh milioner, me njerit me ta që dikush linkin, WhatsApp e njerin. A kur t'ja qënë linkin, një ligjerat, një këshilla, mirë, me që më kështu, e kalon. A si të të bëhesh milioner, a me njerë e krejt aty se, lejlat. Edhe na kem nevoj kër e shojmë dikush që din me bo adhurim, din me adhuru Allahun, din me na afru të Allah, du të me i thot qysh po afru, kalzana, mësana. Tha i thash qysh, tha unë e sa herë që i bëj doa, që rama qysh po mëndo. Tha para se me janis me i lyp doat, që ka du pe i Zotit, thom, o Zot, ti të vërtetën librin tënde ke thonë, lëtë më një mu se unë ju përgjina. Lutjeve t'juja. Tha tani anisi, tha, o Zot, am këta. Para se me kry doa, thom, o Zot, unë e të luta që më gjimësu, e ti të fjallën e vërtet në librin tënd, e ke thonë se nuk e them premtimin tënd, posh më ndin tënde, mos ma the, doon teme bëth prap, mos e kthe prapa, zbraz, prana ma lutjen teme. Tha, që shtu bëjdo? A për shumë më rëzemra o doshur dhe mi. Ska thonë Allahu me nës eluke bi kullis min leke se mejte bihi nefseke o alem të hadun min khalke ke qësh. Na, po, a duhet mi lutë Allah me emrat e ti të bukur, me qësit. Normal që duaja veç pasurohet. A ma din me shka pasurohet para kësaj. Me jakin më rëdashurit e mi. A i ka ardhë bedevia, i ka thonë, ja Rasul Allah ka thonë, o i dërgumi Allah, ta i nomadi ka thonë, unë e zdi me bu ka thonë, doa si tesi e bu Bekri si Omeri. Dhe me këshdi me thonë që shtu o Zot me emrat të të bukure, me cilësit e ty atë përsosura, me emrat që ti i ki përmend, apo i kem shef ndijen tonë, ja, zdi ka thonë kështu me budoa. Po ka thonë, unë e thonë, o Zot, ma bë nasib gjennetin edhe rujen për gjennemit. Që i ka thonë pejgamberi sallallahu. A da ka thonë që të silëm. Ama jakini. Wa abud rabbeke, hatta je ati e këll jakin adhore Zotin tënë, deri sa të vjen dekja.
Para të dashurit e mi, pas kësaj, se po shkon koha, edhe 5 minuta dhe u kry. Gjendja e muslimanëve të parë të hershëm pas Ramazanit. Edhe kjo është një temë plot në kauta. Kjo tash nuk dia me i thonë o shpërfaqje e realitetit ton, se kanë njerë disa, po qëre, vallahi është krim mu masku para njerëzve. Mu boj i mirë të shje i mirë para njerëzve. Ama nuk ka krim matë madhë se mu masku edhe para Allah. Me mendu që më mundesh mu masku para Allah. Bosu lodhë. Njerëz të mundesh me i bashtru, ama Allahun se mashtran. Jo me të blesërair. Thëtë Allahu atë ditë dhe të shfaqen të fshehtat. Se cëllit kanë me shfaq. I ekspozohen të fshehtat e ti. Shqo gjendje në muslimanëve të parë të hershëm pas Ramazanit. Vërtet, të parët tonë, të mirë, selefet, e mirë të parë të hershëm, kanë dhenë shembuj të mrekullueshëm dhe qëndrime të ralla që buronin nga kujdesi i madh që e kishin ndaj bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala, dhe qëndrime domethënë që ndoshta duken nga njerë ty edhe mu iluzione. Ama këto janë realitete. Por ty e për mu duket iluzion se Imam Shafi'i ka bo 60 hatme në Ramazan. Ama i ka bo, nuk është iluzion kjo. Kjo është realitet. E Imam Bukhariu e ka bo, çdo natë e ka bo ka një hatme në namaz natës. Kjo është realitet. Këto e këtë realitete jonë. Nuk janë iluzione. Nëse e marim edhe i shiqojnë të partë, kur përfundon të Ramazani, ju thuhet atyne kjo është ditë e gëzimit, sa ata i kam plon të mërzia. Ju thuhet të atyne është ditë gëzimi, e ata mërziteshin këtë ditë. Ata thonin po, e vërtet është ditë gëzimi, por une jam një rob i Zotit tim, jam rob i Zotit, që ajmë ka urdhru me bo vepra për to, e une nuk e di, tash a mi ka pranu, a i mu vepra, tas mi ka pranu, qysh mu gëzu. Që ata e ka po një ditë për i ditëve, edhe kjo është e madhe të dashurit e mi, i ka po Uhejb ibn Wardi, disa njerëz në ditën e Bajramit të kesh. Uhejb ibn Wardi i ka po do të kesh në ditën e Bajramit. Ka thonë këto nuk janë cilësit, ka thonë e atyre që Allahu ja u ka pranu agjerimin e tyre. Se këto nuk janë cilësit e shakirinve. E nëse nuk ja u ka pranu Allahu subhanahu wa ta'ala, se u ka pranu, thot, agjerimin e tyre, këto nuk janë do të thot cilësit e atyre që ja kanë frikën Allahu. Kanë kesh me kur gjosë kanë bota shumë. Du të me kesh njëri ka janë. Ama kjo këtë zonë, kujdesin e madhë që e kanë pas, a u pranu vepra, a u pranu. No, shkoj Ramazani, se njerës për balë Ramazanit, dashurit e mi, jonë kategori jonë. Disa, kanë qenë për atyne që i kanë ndajt për pikë të Ramazanit, jonë mundu, as grimcat e Ramazanit mos mi ikë. Zotin apo fejtën e Rabbi. Ka disa tjerë, që ka dhëmë, hajde i shava ma shpejt për kryet Ramazani, për shko që kërë Ramazan se i lalodhë. Edhe me një herë, rezervimet. S'po thamë, s'ta kërë dhe, shka, dukove, shka, po, dalë, tha me pushu, pi qkafit me pushu ti, pi qkafit, që ki bo, i badet shumë, je falë shumë natëna, pi qkafit me pushu, te e ki po, nuk ka bo fenomeni poshtër. Natën e Bajramit më shelën dyrt. Shumica janë 3, na e nata që e bujmë. Nuk e bujmë babalartë, babes tem, s'kam ku i thomë, sa i ka vdek, Allah e më shërof, po me pashu pivorit, me i thomë, babë me më shelë shpinë ditën e Bajramit, pasha zotën, kish kërsit dajaki që dy thomë sinqerisht, i kam 43 vetë, për i betona në Allah subhanahu wa ta'ala, isha tut me i thonë. Se me i thonë asë që mendohet, po isha tut me mendu me i thonë. Sa da, shkojnë, tha, mbud, vatjet, bot, dvjen ditën e Bajramit, edhe du të me dalë me tonë, henijen leke, të lumë ty, se kopile Ramadan mingë, tu ka pranu Ramazani për i të
Unë e di që ta shëto që ka e këtu i foljo të rollë da, që ta jonë që shtojnë kënë muslimat, me Imam Ahmedin, qërë Imam Ahmedin, rahmetullah alej, se ko e përmenda. Imam Ahmedin, rahmetullah alej, dashurit e minë, ditën e Bajramit e kam pa të hungër, buk, ati qëfar buke? Ati në jo buka, nëse ju ka rastis në dënjerë njetë, me ndajt buka bajat gatë. E ki po kur të rënë gatë, që ka bohet? Bohet siguri. E kam pa të hungër qasi buke. I kanë thonë, o imam, o ditë feste bre, edhe që ditë që si buke bana, ka thonë që ka thonë Imam Ahmedi, ka thonë vallahi, ka thonë, ditë feste është për ato që agjerimi ti ju ka pranu. Ditë feste është për ato që ka leximi Kur'ani që e ka bëju ka pranu. Që e ka një, unë nuk dhja mu ka pranu agjerimi edhe leximi Kur'ani. Allah. Para të dashurit e mi, për fond pe përmbylli që shka thonë disa prej selefëve, thot adraktu aqwaman la yazidu ad-dukhulu Ramadan min a'malihim shay'an wa la yanqusu khurujuhu min a'malihim shay'an. Thot kam taku disa grupe njerëz prej selefit të parëve, hyrja në Ramazan nuk ushtonte asgjë në veprat e tyre dhe dalja nuk ju zvoglonte asgjë për veprat e tyre. Që ka rëndë, e fundit dalja, prej ti nuk u azvoglon të asgjë veprën e tyre. Gjdo në ati ki folë ka 20 rëqote, taravia, po. Sa i ki folë prej mbastash. Po s'ka të t'i vetit, këllëzaj. Allah hoqë jëmë habit, jëmë konë ani pisonqit mbas jacis,